Liçeni i Shkodrës, i njohur për biodiversitetin me larmishmëri peshqish dhe shpendësh ujor, cilësohet si një nga qendrat më të rëndësishme të rajonit. Administrata zonave të mbrojtura Shkodër thotë se ky liçen ka njohur përmirësim se i takon gjendjes së tij. Ka një përmirësim, po themi, në disa aspekte, qoftë tek pastrimi, sepse në mënyrë të projektit të qeverisë italiane është bërë mundur edhe blerja një pajisje për pastrimin e zonave ku më të ketë pajisje, më të ketë mbetje të ndryshme, e cila erdhi si garant ose si llorat nga ky projekt për zonat e mbrojtura dhe ne e kemi dorëzuar bashkisë si strukturë e cila merret me menaxhimin edhe me pastrimin e zonave të ndryshme ku më të paraqitet nevoja. Në sa përket pjesës gjenjes liçenit, them që është e përmirësuar edhe për vetë faktin sepse në periudhën e verës kaluar u bën një ndërhyrje fuqishme duke hequr gjithë pjesën e pinarëve, e cila e ka lehtësuar, ka përmirësuar shumë edhe emigrimin e peshqve nga liçeni në detin Adriatik dhe në Asjetas, çka do të thotë edhe përmirësim të habitateve edhe të ekosistemit në përgjithësi të liçenit të Shkodrës. Ndërsa dërgimi i dosjes për përfshirjen e liçenit të Shkodrës në UNESCO është një tjetër hap i rëndësishëm. Është një risi e cila për cilën është investuar dhe ka punuar Ministria e Mjedisit dhe organizatat mjedisore të cilat kanë punuar në përgatitjen e dosjes për në UNESCO të liçenit të Shkodrës, gjithmonë në bashkëpunim me pjesën e Malizi, duke qenë se liçeni i Shkodrës është ndërtar mes dy shteteve. Është një vlerë e shtuar për liçenin edhe një vëmendje e shtuar qoftë për Malizi, qoftë për Shqipërinë, që do të thotë më shumë investime, më shumë vëmendje dhe ruajtje e konservim më të lartë të habitateve ujore që ka liçeni i Shkodrës. Pak ditë më parë u bë dhe censusi i shpendëve migrator ujor që qëndrojnë në liçenin e Shkodrës, ku rezultatet paraprake tregojnë për një rritje të numrit si dhe shumëllojshmërisë së tyre.